Dy fëmijë në moshën 3 dhe 4 vjeç gjatë kësaj jave kanë ndëruar jetë si pasojë e ndërlikimeve të shkaktuara nga gripi, lajmëruar nga Instituti i Shëndetit Publik. Fëmijët nga Kërçova dhe Gostivari janë shtruar në klinikën për sëmundjet e fëmijëve Shkup në repartin për kujdes intenziv. Gjatë javës së parë të vitit 2017 në Maqedoni janë regjistruar gjithsej 8.067 raste të reja të prekurve nga gripi, që paraqet një rënje e numrit të të sëmurve për 14.9% krahasuar me javën e kaluar kur ky numër arriti deri në 9.485 raste, thonë nga instituti. Lideri i BDI-s ka vepruar mirë që nuk i ka lëshuar pe liderit të LSDM-s sa i përket krijimit të qeverisë së re, deklaroi Edin Sela nga Aleanca për Shqiptarët në intervistën në emisionin Klik Plus në TV21. Ai mendon se Nikola Gruevski duhet të kërkojë falje publike shqiptarëve, ndërsa një qeveri ideale do të ishte një qeveri e zgjeruar e cila brenda 2 viteve do t'i bënte ndryshimet kushtetuese dhe ligjin për gjuhën. Njëkohësisht nga partia Besa për TV21 deklaruan se nuk kanë ndërmend të hyjnë në bisedimin me VMRO-TPMN, përderisa në krye të asaj partie qëndrojnë njerëzit e njëjtë. Mundësi për bisedimet do të kishte nëse udhëheqësia aktuale kërkon falje publikisht për të gjitha deklaratat shoviniste dhe veprimet që i kanë bërë në të kaluarën, thonë nga Besa. Gjykata franceze në Kolmar sot e liroi ish kryeministrin kosovar Ramush Haradinaj me kaucion. Gjykata e urdhëroi Haradinajin që të paraqitet në polici 2 herë në javë, ndërsa i është marrë edhe pasaporta. Kështu Haradinaj është i lirë, por në Francë do e presë ekstradimin eventual që e kërkon Serbia. Policia kufitare franceze arrestoi Haradinaj javën e kaluar në 4 janar në pas të një flet arresti të lëshuar nga Serbia, sipas të cilës ai dyshohet për krime lufte ndaj serbëve dhe popullatës jo shqiptare në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999.